secilis provat e veta. O burr, a je lodh? Apo vjen me pi një kafe? Po, lej atje se unë. A u lodhe? Jo. Po më lodhin gjana tjera më shumë. Bekim, çfarë po bën kështu? Djalin e kemi të sëmur, shtrir. Po që të bojmë, do të bojmë sabër. I del ilaç edhe ati. Zoti ka qu, për çdo smundje ka qu ilaç. Ashtu po thua ti? Po djalin ngeli shtrir, shokët i ka në shkollë, luajnë, ecin. Ky yni ngeli shtrir, do na ngel në karrocë. Mirë. Unë sot është ditë e xhumë dhe do të shkoj në xhami. Pas namazit të xhumës do të takohem me një shokun tim. Ai është një doktor të mirë dhe më tha që mund të më ndihmoj për të çuar në kontroll. Mirë, ti e di. Unë po shkoj të shikoj djalin. Në rregull, shko ti, se unë po e përfundoj kafen edhe po marr abdest të shkoj në xhami. Mirë. Edhe mos harro ka të vish, më bjen një sejtër se të më shku në xhumë. Zarë kjo jetë. Allah në i letësot të sprova. Selamu alaikum. Aleikum selam. Prini. Enis, qysh je? Lo, baba. Jo. Ti, a je mirë? Ka pak Apo ke lind? po kam lind, po më dhanë shpina dhe kam bët nuk mëj televiz, asnjëherë. Hiq mos u shqetëso, se me emër të Zotit, gjinët ilaç edhe për ty. Baba, po qanë? Mos u mërzit për mua, baba. Zoti ka thënë se do të sprovoj të gjithë besimtarët. Me varfëri, me sëmundje, me luhtra, me vdekje. Por duhet të bëjmë durim, sepse Zoti është me durimtarët. Shpeshti, i fogli. Unë edhe të dalë jashtë.